Faleminderit shumë i nderuar kryetari i komunës zoti Muarremaj, i nderuar zoti Krasniqi, i nderuar zoti Rafuna nga Oda Ekonomike e Kosovës, të nderuar përfaqësues të dhomës së tregtisë dhe industrisë, të nderuar afarist nga Zvicra dhe vendet e tjera evropiane, shumë të dashur të pranishëm këtu nga Suhareka dhe vendet përreth. Ekonomia e një shteti nuk ndërtohet vetëm me politika, por edhe nga guximi për të investuar, nga vizioni për të krijuar dhe nga forca e sektorit privat i cili idetë i shndron në zhvillim konkret, nëpërmjet cilave pastaj përfiton secili qytetar i yni. Sot jemi këtu pikërisht për ta dëshmuar një shembull të tillë, një moment që simbolizon fuqinë transformuese të biznesit privat në ekonominë e Kosovës. Hapja e biznesit Cat Group këtu në Suharek është një sinjal i qartë se Kosova po hyn në një fazë të re të zhvillimit ekonomik dhe industrial. Një element i veçantë që e bën këtë investim edhe më domethënës është vetë komuna e Suharekës. Kjo komunë ka një traditë të konsoliduar në zhvillimin ekonomik dhe njihet për biznese që ndër vite kanë operuar me sukses, duke kontribuar jo vetëm në rritjen lokale, por në rritjen ekonomike të gjithë Kosovës. E kjo kulturë sipërmarrëse, e ndërtuar me përkushtim dhe me punë të palotshme, e bën Suharekën një terren të natyrshëm për investime të mëdha dhe projekte me vizion afatgjatë. Ky investim i rëndësishëm në sektorin prodhues dëshmon se vendi ynë ka potencial të jashtëzakonshëm për të ndërtuar industri konkurruese, për ta fuqizuar prodhimin këtu në Kosovë dhe për ta ulur edhe varësinë nga importi. Ajo çfarë bëhet në Kosovë nëpërmjet sektorit privat është vetë themeli i një ekonomie të qëndrueshme, nga se krijon vlerë brenda vendit, rrit kapacitetet tona dhe forcon pavarësinë ekonomike. E një nga ndikimet më të drejtpërdrejta të këtij projekti është punësimi. Vendet e reja të punës që po krijohen sot janë mundësi reale për të rinjt tanë që ta ndërtojnë jetën dhe karrierën e tyre pikërisht këtu në Kosovë. Rinia është potenciali më i madh që e kemi, dhe investimet si ky janë dëshmi se ky potencial mund dhe duhet të zhvillohet brenda vendit. E kësaj i jap një dimension të veçantë pikërisht fakti që ky investim po bëhet nga mërgata jonë. Ata të cilët e mbajtën këtë vend gjallë në momentet më të rënda të historisë sonë, e ata që edhe tani po e shtyjnë përpara ekonominë dhe zhvillimin e vendit tonë. Dua ta falenderoj zotin Krasniqi dhe gjithë familjen e tij e bashkëpunëtorët e tij për këtë investim të jashtëzakonshëm që e dëshmon edhe një herë dashurinë e madhe që mërgata jonë ka për atë dheun dhe faktin se pavarësisht se sa larg të jenë rritur e të jenë zhvilluar, ata atyre gjithnjë zemra ju rreh për Kosovën. Ky projekt bart edhe një mesazh të fuqishëm për gjithë mërgatën tonë. Tregon se Kosova nuk është vetëm vendi ku mërgata jonë kthehet për pushime, për vizita familjare, por edhe vendi ku mund të investojnë, ndërtojnë dhe krijojnë perspektivë afatgjatë për veten dhe familjet. Përvojat dhe kapitali fituar jashtë vendit, kur kthehen në Kosovë, bëhen katalizator të zhvillimit ekonomik dhe shoqëror. Kosova ka gjithçka që i duhet për të ecur përpara. E ka një rini dinamike, një mërgatë të fuqishme dhe një sektor privat që po dëshmon çdo ditë më shumë se është motor i zhvillimit ekonomik. Në përmbyllje, dua t'i uroj këtij biznesi suksese të vazhdueshme në rrugtimin e tij, rritje të qëndrueshme dhe shtrirje të suksesshme në tregjet vendore ndërkombëtare. Njëkohësisht shpreh dëshirën dhe besimin se sa më shumë mërgjimtar që e shohin Kosovën si një vend me potencial të madh për investime, si një mundësi për të kontribuar në zhvillimin ekonomik të saj. Investimi në Kosovë nuk është thjesht një veprim ekonomik, por edhe një akt i fortë zhvillimor dhe thellësisht patriotik. Ky investim është një shembull frymëzimi edhe për të rinjt e të rejat në Kosovë. Një dëshmi se e ardhmja ndërtohet këtu, si dhe një hap i sigurt drejt një ekonomie më të fortë, më të qëndrueshme dhe më konkurruese. Ju faleminderit, urime dhe ju priftem bara.